Në Itali, ekziston një paragjykim në rastin më të mirë ose racizëm në më të keqin, karshi Cristian Aslanit. Karriera e këtij lojtari e mori një goditje që në fillim, në atë humbi rasti fatal në ndeshjen Barcelona-Inter, atje ku Ter Stegen i mori golin dhe Aslani pati shumë kritika, pasi me sfushori ynë nuk pasoi, por donte që të shënonte vetë dhe në fund nuk ja doli, që atëherë Aslani është parë me sy kritik dhe tani ndodh shpesh që të fajsohet edhe në rastet kur luan mirë, si në derbin e fundit Inter Milan, atje ku Aslani luajti nga minuta e parë. Sipas Sofascore, Aslani ishte lojtari i tretë më i mirë të Interi kundër Milanit, duke marrë notën 7, ndërkohë për të vendosur duart në kokë, ishte vlerësimi i bërë nga La Gazzetta dello Sport. Media më e madhe në Itali i vendosi shqiptarit notën 4, sa për sqarim, notat e bëra nga Sofascore nuk janë më ideale të mundshme, pasi ato bazohen në statistika dhe jo në gjithë performancën. Pra nëse një mesfushor ofensiv kthehet mbrapa dhe bën pasime vetëm me portierin apo mbrojtësat, vlerësohet me notë lartë për pasimet e sakta, por nuk merr vlerësim për detyrën e tij kryesore, ndihmën në sulm dhe krijimin e rasteve të pastra. Por është e pamundur që një lojtar, qoftë edhe me statistika të marrë notë 7 dhe në bazë të një vlerësimi gazetaresk, ku shikohen më shumë detaje, të marrë notën 4. Nga nota 7 në notën 4 ka një diferencë madhe dhe kjo tregon shumë qasjen e italianëve karshi shqiptarit. Madje ishte edhe vetë trajneri i Milanit, Conceição, i cili tregoi planin e tij të lojës pas ndeshjes. Pulisic ka sakrifikuar veten për ekipin, luajti shumë mirë. Ne duhet të balanconim korridorin e qendrës. Pulisic dhe Jovic ishin të rëndësishëm për të mbuluar Cristian Aslanin. Pulisic ka vrapuar shumë, tha Conceição, por media italiane nuk e përmendi as këtë deklarat apo lëvizje taktike të trajnerit të Milanit, pra faktin që Aslani sa herë kapte topin, kishte presionin e Pulisic dhe të Jovic afër vetes, ndryshe nga të tjerët që kishin pak më shumë lirshmëri. Të pafundme ishin kritika nga gazetarët italian, që thonë se me Aslanin Interi ka luajtur me një lojtar më pak, por zëri ndryshe në Itali ishte gazetari Maurizio Pistocchi. Madje ky i fundit foli pikërisht në lidhje me këtë çështje, duke mos e kuptuar as vetë gjithë këtë mungesë respekti ndaj Aslanit në Itali. E kam parë dhe e kam riparë shumë herë ndeshjen Inter Milan. Jam i shokuar se si Aslani u vlerësua dhe u poshtorua nga La Gazzetta dello Sport, kur në mendimin tim modest ishte mes lojtarëve më të mirë të Interi. Ky mendimi i modest konfirmohet edhe nga analiza e Sofascorit, e cila ka analizuar ndeshjen dhe i dha Aslanit notën 7, ndër më të mirët pas Bicek me notën 7.4 dhe Lautaro me notën 7.2. Mendoj se tani është koha që të merren pak parasysh edhe këto vlerësime të cilat përdorin statistika shumë të qarta. Numrat nuk mund të vendosen kurrë në diskutim, ato nuk gabojnë, ndërsa mendimet po, vendosen gjithmonë në diskutim, tha gazetari italian, duke mbrojtur Aslanin dhe duke dalë hapur kundër vlerësimit të bërë nga La Gazzetta dello Sport.